ja ku jemi përsëri bashkë. Sot do të vi me një recetë supe me qep. Është një supë franceze, por shumë e lehtë për të përgatitur, por dhe shumë e mirë për sistemin ton imunitar, sidomos në këto kohë ravirozash që ne po jetojmë. Përbërësit i kemi gati, fillojmë pa humbur kohë ta përgatisim recetën. Si fillim do të presim qepën. I presim shumë gjysmët e radhëve. Kajtolla do t'i presim qepën. Vendosim një lugë gjelle qark dhe do e lëmë në zjarr derisa gjalpi të na shkrijë plotësisht. Vendosim qepën. Gjatë kohës që do e skuqim, zjarri duhet të jetë i ulët, që qepa mos të na dihet bashkë me gjalpin. Do e tregojmë shumë kujdes në skuqjen e qepës që të përfitojmë një supë shumë të mirë. Qepa e ka marrë të ngjyrën e saj të skuqjes. Tani do të heqim pak për ta përdorur në momentin që ne do e servirim në kupa përkatëse. Tani do të vendosim miellin. Para se ta vendos, do ta si. E trazojmë shpejt, mos të na ngjitet krena. Do të vendosim lëngun e mishit, po duhet të jetë i ngrohtë, jo i ftohtë, sepse mielli tretet më shpejt me lëngun e ngrohtë. Dhe kështu do përfitojmë një mas kremi. E vendosim edhe duke trazuar e pas here, gjatë gjithë kohës. E trazojmë shpejt dhe në zjarrin që e kemi filluar së përgatituri supës, dhe e trazojmë gjatë gjithë kohës derisa të përfitojmë masën kremoze. Unë do të jetë pak krip, për arsye sepse kur e kam zier mishin e pulës, e lëngu, kam hedhur pak origan dhe pak piper. Pierën dhe pak kurkuma, secili sipas dëshirës. Unë po hedh pak, se më pëlqen pak e më supë. Supa ka përfunduar. E heqim nga zjarri dhe e servirim. Supa na është bërë shumë e mirë, është bërë shumë kremoze dhe shumë e shijshme. Është bërë vërtet shumë e mirë. Dëshiroj që kjo recetë t'ju pëlqejë dhe mos ta hiqni nga menyja juaj. I vendosim bukë të thara sipër, se shkon shumë. I vendosim qepët që kemi skuqur më përpara, siç e tham, që i hoqëm nga pjesa e qepëve që kishim bërë. I vendosim dhe pak piper të kuq. Ju bëft të mirë. Dëshiroj që kjo supa t'ju pëlqejë dhe ta përgatisni edhe ju.